Ky ishte një fund i denjë për një jetë të mbushur me sakrificë për kushtim dhe nder. Vdekja e Bilalit ishte një humbje e madhe për umetin islam, por trashëgimia që ai la pas ishte e pavdekshme. Ai nuk la pas pasuri as pallate, por la një emër që përmendet me nder deri në ditët tona. Emri i tij është i lidhur me ezanin, me besnikrin, me guximin dhe me drejtësinë. Ai ishte një dëshmi e gjallë se Islami nuk bën dallim midis njeriut me ngjyra apo të bardhë, arab apo jo arab. Ai ishte një njeri që jetoi me nder dhe vdiq me krenari, i nderuar nga toka dhe i dashur qiellin. Përmes jetës së Bilalit ne mësojmë se vlera vërtet njeriu qëndron në besimin dhe qëndrueshmërinë ndaj së vërtetës. Ai na mëson se sakrifica për Allahun kurrë nuk është e humbur, se të qëndruarit i palëkundur në kohë të vështira është rruga drejt nderit të përjetshëm. Ai na mëson se një zë që dikur u përçmua për shkak të rracës, u kthye në zërin më të dashur të thirrjes hyjnore në tokë. Bilali nuk ishte vetëm një individ që kaloi nga robëria në liri, por ai u bë simbol i çlirimit shpirtëror dhe social që solli Islami. Në një shoqëri që ishte ndarë sipas fisit, pasurisë dhe rracës, Islami erdhi mesazhin e qartë: të gjithë njerëzit janë të barabartë para Allahut dhe më i nderuari prej tyre është ai që ka më shumë devotshmëri. Muhamedi alayhis salam përforcoi këtë mësim në shumë raste dhe shpesh e përdorte Bilalin si shembull të gjallë këtij realiteti shoqëror. Në hutben e fundit të pejgamberit alayhis salam gjatë haxhit lamdërmirës ai tha: nuk ka asnjë epërsi arabi mbi jo arabin, as i bardhi mbi të ziun, përveçse në devotshmëri. Ky mesazh ishte kulmi i një transformimi që kishte nisur vite më parë. Kur një skllav me ngjyrë u ngrit në minare për të thirrur ezanin në Medinë, Bilali ishte dëshmi e gjallë që shoqëria islame kishte përqafuar drejtsinë hyjnore dhe kishte përmbysur strukturën e padrejtë që kishte mbizotruar për shekë. Jetës e tij në Damask, Bilali nuk hoqi dorë asnjëherë nga përulësia. Ai e dinte se të qenit sahabi i të dërguarit Muhammed ishte një nder i madh, por nuk e përdori asnjëherë këtë status për përfitime. Në fakt, ai refuzonte të merrte pjesë në çështje politike apo në çështje të cilat nuk ishin të lidhura drejt për drejt me adhurimin dhe përhapjen e Islamit. Ai nuk ishte njeri i fjalëve, por i veprave. Dhe ky ishte një mesazh i fuqishëm për brezat pas tij. Se përulësia është më e vlefshme se krenaria, se devotshmëria është më e rëndësishme se titujt dhe pozita. Bilali nuk kishte fëmijë të njohur, as nuk la pas ndonjë trashëgimi materiale, por ai la pas një trashëgimi shpirtërore që u përhap në gjithë botën islame. Ai u bë frymëzim jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë njerëzit që kërkojnë drejtësi dhe dinjitet në jetë. Zëri i tij vazhdoi të dëgjohej nëpër shekuj përmes ezanit. U bë simbol i Islamit dhe thirrje për mëshirë, drejtësi dhe adhurim të Allahut të vetëm. Pasi ai ndroi jetë, shumë sahabë dhe tabiin e kujtuan me lot në sy. Ata e përshkruanin si një njeri të thjeshtë, por me zemër të madhe. Përmendnin me mall për dashurinë që kishte për Muhamedit alayhis salam dhe për guximin që kishte treguar në ditët më të errta të historisë islame. Në librat e historisë islame emri Bilalit gjithmonë shoqërohet me fjalën si El Muadhin, shoku i të dërguarit, i palëkundur, i çliruar nga Ebu Bekri. Ai mori nderime që askush nuk mund t'i merrte vetëm për shkak të pasurisë apo fisit. Ato nderime ja dha vetë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe vetë Allahu përmes veprave të tij. Sot kur dëgjojmë ezanin në çdo çoshë të botës ku ka musliman, ne po dëgjojmë jehunën e asaj thirrje të parë të Bilalit. Ai nuk ishte vetëm muezin i parë, por ishte përfaqësuesi i parë i zërit të Islamit në publik. Ai ishte dëshmia se Islami ngre njerëzit nga pluhuri i padrejtësisë dhe i vendos në majat e nderimit. Vetëm për shkak të besimit dhe përkushtimit të tyre, ai që dikur nuk kishte asnjë të drejtë, sot përmendet me nder në mbar botën islame. Nëse historia e Islamit është një rrugëtim nga errësira në dritë, atëherë historia e Bilalit është një nga shembujt më të pastur të këtij transformimi. Ai kaloi përmes vujtjes, dhunës dhe padrejtësisë, por asnjëherë nuk e humbi besimin, shpresën dhe dashurinë për Zotin e tij. Ai nuk leu zemrën me urrëtie, por e pastroi me adhurim zemrën. Ai nuk kërkoi hakmarrje, por drejtësi. Ai nuk kërkoi lavdi për vete, por u bë lavdia e vlera që përfaqësonte. Pas vdekjes së tij, ndikimi i Bilalit nuk u shua, por përkundrazi u përhap edhe më shumë në zemrat dhe mendjet e besimtarëve. Ai u kthye në figurë të dashur jo vetëm për sahabët që e kishin njohur personalisht, por edhe për brezat e mëvonshëm të muslimanëve, të cilët e kanë në jetën e tij një shembull të fuqishëm të përkushtimit ndaj Allahut dhe të dashurisë së pastër për Muhamedit alayhis salam. Emri i tij filloi të përmendej kudo ku mësoi historia islame, në medrese, në xhami, në ligjërata dhe libra të shenjtë. Çdo herë që përmendej ezani, përmendej dhe ai që e thirri për të parë me zë të pastër të fuqishëm. Bilali, brezat e tërë muslimanësh janë rritur me tregime për Bilalin dhe me ndjenjen e nderimit për durimin e tij. Historia e tij mësoi jo vetëm për të kuptuar vojtjet e hershme të muslimanëve, por edhe për të reflektuar mbi vlerat që i ngriten ata nga pluhuri i tokës në nderin e botës. Ai u kthye në një figurë edukative, morale dhe shpirtërore, një dëshmitar i drejtësisë dhe mëshirës së Islamit. Edukatorët dhe prindërit shpesh tregojnë tregimin e Bilalit për të mësuar fëmijëve se ngjyra, raca ose gjendja ekonomike nuk e përcakton vlerën e një njeriu. Çdo njeri nëse ka besim të pastër dhe zemër të mirë, mund të arrijë madhështinë e përjetshme. Në shumë vende islame emri Bilal është bërë një emër i dashur dhe i respektuar. Qindra mijë djem janë quajtur me emrin e tij për nder të përkushtimit dhe sakrificës që ai bëri për
fenë. Madje shumë qendra islame, xhami, shkolla dhe institucione humanitare në botën muslimane dhe përtej saj mbajnë emrin Bilal, si simbol i pastërtisë, devotshmërisë dhe drejtësisë. Kjo tregon se ndikimi i tij ka kaluar kufit gjeografik dhe kohor. Ai është bërë një figurë universale që flet për dinjitetin njerëzor dhe besimin në një Zot, përtej gjuhës dhe kombit. Bilali na mëson gjithashtu për rëndësinë e ezanit si një simbol i pranisë së Islamit. Ezani i tij i parë që thirrri ezanin mbi Kaben pas lirimit të Mekës ishte më shumë se një njoftim për namaz. Ishte një zë që sfidoi robrinë, ignorancën dhe arrogancën e politeizmit. Ishte një zë i lirisë, i drejtësisë dhe i thirrjes për një jetë të ndërtuar mbi adhurim, vëllazëri dhe drejtësi. Kur ai qëndroi në majë të Kabes me zë të fuqishëm që thriste Allahu Ekber, ai nuk ishte më ai slavi dikurshëm që shtrihej mbi rën në tortura. Ai ishte muezini i Islamit, i dashuri i të dërguarit Muhammed alayhis salam dhe shembulli një shpirti të lirë që e thriste njerëzimin drejt Zotit. Edhe sot shumë muezin e konsiderojnë veten trashëgimtar të zërit të Bilalit. Ta mund të kenë zëra të ndryshëm, por zëri i tyre është një vazhdimsi i thirrjes së tij të parë. Ata kujtojnë se janë pjesë e një zinxhiri të shenjtë që fillon me një njeri që nuk kishte asgjë përveç besimit dhe që për këtë besim e dha gjithçka. Bilali nuk fliste shumë, por zëri i tij fliste më shumë se fjalët. Ai nuk ligjëronte, por ezani i tij ishte ligjërat për zemrat. Ai nuk shkruajti libra, por jeta e tij u bë libër i hapur për ata që kërkojnë rrugën e së vërtetës. Në fund, jeta e Bilalit është një thirrje për të gjithë besimtarët që të qëndrojnë të palëkundur në besim, të jenë të përulur në fitore dhe të sinqertë në shërbim. Ajo është një dëshmi që deri vërtet nuk vjen nga pasuria apo fuqia, por nga pastërtia, qëllimi dhe qëndrueshmëria në rrugën e Allahut. Bilali nuk u përkol para askujt përveç Allahut. Ai nuk hoqi dorë nga besimi, edhe kur trupi i tij thyhej në ngur. Ai nuk u ligështua kur përballej me padrejtësi, dhe për këtë Zoti e ngriti, e nderoi dhe e bëri simbol të përjetshëm të fesë së tij. Bilal ibn Rabia është një dëshmi e gjallë e fuqisë së fesë islame për ndryshuar jetën e njeriu nga rrënja. Ai nuk ishte thjesht një njeri që kaloi nga robëria në liri. Ai ishte një shpirt që u rrit mbi kufit e kësaj bote dhe u bë flamurtar i së vërtetës. Jeta e tij është rrëfim për durimin, përballë padrejtësisë, për besnikërinë ndaj Zotit dhe për dashurinë e pakushtëzuar ndaj të dërguarit të tij. Ai nuk kërkoi asgjë nga donjaja, por fitoi më të çmuar kënaqësinë e Allahut dhe nderin e përjetshëm. Nëse historia islame ka figura të mëdha që udhëhoqen me dijen e tyre, shpallin apo me shpatë, Bilali udhëhoqi me shembullin e tij. Ai nuk kishte armë, por kishte një zë që thërriste në qiell. Ai nuk kishte grad, por kishte një zemër që u ligështua, që nuk u ligështua asnjëherë. Ai nuk qëndroi mbi fron, por qëndroi mbi Kabe duke thirrur ezanin në një nga momentet më të rëndësishme të historisë. Për çdo musliman që dëgjon ezanin sot duhet kujtojë se ai zë është vazhdimi i thirrjes së parë të një njeriu që nuk pranoi të përkulet përveç se para Zotit të gjithësisë. Përmes jetës së tij, Bilali na mëson çfarë do të thotë të jesh i sinqert në besim. Ai nuk e pranoi fen për përfitime apo për ndonjë dobi të kësaj bote. Ai e pranoi sepse zemra e tij e pa të vërtetën dhe nuk e tradhtoi atë as në momentet më të dhimbshme. Ky është sinqeriteti i vërtetë, të qëndrosh me Zotin edhe kur gjithçka të bie mbi shpinë. Ai ishte i thjeshtë, i përulur, por Allahu e ngriti lart. Ai nuk kërkoi nder nga njerëzit, por njerëzit e nderuan për shekuj me radhë. Pas tij shumë e shumë breza erdhën dhe shkuan, por emri i Bilalit nuk u harrua. Ai është përmendur në librat e hadithit, në veprat e dietarëve, në letrat e historianëve, në gjuhët e poetëve dhe në zemrat e muslimanëve anë mban botës. Xhamit e Afrikës, Azisë, Evropës dhe Amerikës, ezani thirret si një thirrje që filloi me Bilalin. Ai nuk ishte vetëm muezini i parë, ai ishte muezini i zemrave, thirrsi i zemrave. Ai ishte thirrsi që thirrri të parën thirrje në këtë botë, por që do të vazhdoj të jehoj në botën tjetër, si dëshmitar i sinqeritetit dhe lavdisë së vërtetë. Kur sot flasim për barazi, për drejtësi, për liri dhe dinjitet, ne mund të kthejmë syt nga Bilali. Ai ishte mishërimi të gjitha këtyre vlerave. Ai nuk kishte status, por kishte nder. Ai nuk kishte fuqi, por kishte qëndresë. Ai nuk kishte pasuri, por kishte zemër të pastër. Këtë Zoti e bëri simbol të përjetshëm të Islamit. Ai ishte rob i lirë, i nderuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Në ditën e gjykimit, kur do të mblidhen të gjithë njerëzit, kur pejgamberët, martirët të drejtë dhe mëkatarët do të qëndrojnë për Allah, zëri i Bilalit do të jetë ndër zërat më të njohur. Ai që thriste ezanin 5 herë në ditë për të ftuar besimtarët në adhurim, do të jetë ndër ata që do të thirren për të hyrë në xhenet pa llogari. Ai që nuk hezitoi të thotë Ehad, Ehad, Zoti është një, kur trupi i tij thyhej nga dhuna, rvelohej, do të dëgjoj zërin e Zotit që i thotë Eja, o robi im, i kënaqur dhe i kënaqësuar. Kështu mbaron historia e një njeriu që filloi jetën e tij në robëri, por e përfundoi me nder dhe lavdi të përjetshme. Një njeri që nuk kishte asnjë privilegj përveç besimit, por që u bë një nga figurat më të ndritura të Islamit. Ai është Bilal ibn Rabia, zëri i parë i Islamit, shembull i durimit, simbol i lirisë e besnikërisë ndaj krijuesit.